Rritja e temperaturave dhe ndryshimet sezonale ndikojnë jo vetëm në shëndetin fizik, por dhe në atë mendor. Mjekët thonë se personat që vuajnë nga çrregullimet të shëndetit mendor mund të përjetojnë përkeqësim të simptomave gjatë periudhave me motë më të ngrohtë. Në periudhën e ngrohtë, pas daljes nga dimri, rritet humori dhe kjo ndikon tek personat që vuajnë në çrregullimet bipolare me episode maniakale dhe hipomaniakale, me eufori, shtim të gëzimit, agitim, nervozitet, paksim i orëve të gjumit, por kjo ndodh edhe tek personat normal, mbas daljes nga dimri, merr një energji për të rifilluar këtë periudhë. Dhe ulja e melatoninës shkakton rritjen e pagjumësisë. Tek personat e ndjeshëm, kjo mund të shkaktojë dhe delire, çrregullime të menduarit apo mendime në garë. Specialistët rekomandojnë ndjekjen e rregullt të trajtimit, shmangjen e ekspozimit të gjatë në diell dhe kërkimin e ndihmës mjekësore në rast se gjendja përkeqësohet, por përveç pasojave negative, ky ndryshim i motit ka dhe ndikim pozitiv në disa raste specifike. Rritja e serotoninës shkakton një ulje apo shërim të depresionit dimëror, pra daljen nga episodet depresive të personave që vuajnë gjatë periudhës së stinës së dimrit. Nga problemet e shëndetit mendor vuajnë rreth 20% e popullatës.